Pak po ndodhë, shumë e vërtet. Gjithmonë kemi pas diçka që ka me performu para prindve. Kam qenë shumë fëmijë kurreshtar. Mandej jam regjistru në shkollë të muzikës, në gitarë. Shkollën e ulët e përfundova. Mandej, kër fillu me mendu, tash qa kena me bo, çfarë profesioni po do. Po, për të marrë një vendim që është, që të përcjell gjithë jetën, në fakt. Një të mirë e kam pas, që kam pas për krahjen e familjes, asnjëherë nuk jam përzi. Do me thonë edhe në drejtimin, për shembull, në shkollë të mesme ose diçka, mami sidomos gjithë ka thonë, ti e din çka të pëlqen më shumë, ti e din çka e don më shumë, është ndihmë yte. Vazhdo. Pa ta mendu për arkitekturë. Sepse, kur ju thosha njerëzve aktrim, janë nisën, jo, se mbet në për rrugë, nuk mundesh me mbjetu me aktrim, nuk mundesh ata, edhe thash. Ju besove, a? Përkohësisht. Më bindën. Edhe, aplikova dhe supranova. Edhe atëherë këto shpallet janë konë për gazeta. Edhe mora gazetën edhe peshon aktrim 2 vende, afati i dytë. Thash, njëri për këtyre vendeve është jemi. Edhe u pregadita me aktorin Gjevdet Dota, profesorin i parë. U pregadita 2 ditë, mos ka bufsha, 3, edhe u pranova. E qatë herë kam qenë shumë falenderuse që nuk jam pranu në arkitekturë. Po, në ato momente. Po, mandej, vazhdum edhe që ku jam. Pa tjetër që po. Do ndalim pak të fëmirja, me qenë se e përmendet që nuk ka ndryshuar në kontekstin e energjisë edhe aqë shumë. Qa në kupton me këtë energjinë? Hajde na e spjego pak. Po kam qenë shumë fëmijë gjallë. Edhe tash që po rritë, po nashta më vrejt pak edhe për vizjeve durve që e kam alat energjinë, e kam atë fëmin brana vetës. Edhe në aspektin e lëvizshmërisë, edhe në aspektin e kurreshtjes, në këtë aspektet. Po. Dhe mban mend diçka nga fëmiria, me qenë se përmende ato momentet kur keni performu për para familjarve, kushërinjve, gjithë aty në bledhive, e mban mend performancën e parë? Po, sigur. Janë disa momente që i mbaj mend. Në shtëpinë e prindve, shkallët për në katin e dytë i kemi pas prej oborit. Edhe atë kohë verës, normal, sekret, pishim kafe ose qaj, diçka në oborë, edhe na krejt, shikat, se kryesisht shika jena. U pregaditëshem, bëjshim kostume, lidhëshim shaminja, bëjshim diçka, edhe bëjshim atë hyrjen prej katit dytë, hyrjen spektakulare prej shkallëve të poshtë, i meshim pozitat edhe knojshim. Normal atëherë ka qenë fillime edhe unë nuk është që i bisha gitarës shumë mirë, po si fëmija më kështu veç... Po. I lëvisja të i lata të i na knojshim. Aty edhe ke marrë zemër pikërisht për të vazhdo tutje, përmende që edhe e ke përfundu nivelin e ullët, kështu që po besoj që i bje gitarës tash pak më mirë se në atë performancën e parë. Mas një kohë kalova në ukulele. Kështu që tash gitarën e kam haru pak. Po, me ukulele, po vazhdoj. Po vazhdojnë edhe sa dhe tutje. A si të shkon jeta tani me instrumente, me ukulele? Shumë mirë. Sidomos... Jo të gjithë e din, jo të gjithë në fakt e pëlqenjë, kështu në atë kuptim. Ukulele në e kam pëlqy gjithë, po asnjëherë nuk më ka shku në mend me bli një ukulele dhe me ushtru deri sa kemi qenë të e pregadit shfaqjen Pinoku. Po. Prizren, në regjitë me Liqena. Edhe... tash Gjepeto e ka pas një gitar, edhe gjatë provave, tash Mili ka qenë me një udhëtim. Edhe na i mojshim provat me asistentin e vetë. Edhe thash Gjepeto me gitar, thash, qka nëse ja marrën një gitaret vogël Pinokut? Edhe i tregova drejtorit atë hershëm, thash, apo duket si ide, tha, nuk kena ukulele. Po thash, ta blejna, po tash nuk e dina, i pëlqen Milit si ide, as i pëlqen. Unë e kënina shumë do isha me ja prezentu, shkova e bleva vetë. Shkova e bleva, ja lypa Ernestit që lujke Gjepetan, ja lypa akordet e kongës që performojshem, e ushtrova, e mësove. Mili, po. Edhe kur erdh Mili, mbet ideja, do me thonë e pranaj. Ushit. I pëlqej shumë. Dhe prej atëherë më ndej, kur e mendojsha, thash janë shumë bende për shembull që ju kom gu, edhe Eddie Vedder për shembull, i Pearl Jam. Ajo ka përdorur shumë ukulelen, po qysh nuk më ka shku asë një herë në mend, unë e me i ble. Unë e me mësë. Për vete, po. Ra Pinoku, ra Mili,
e mora edhe tash argëtohemi familjarisht. Apo, këto dashta me ndërlidh pikërisht me këtë pjesë. Ti performant përpara edhe në këtë moshë, po themi, edhe në mbledhje.